Kena ardhë sot të odhe e Kallabakit, si e kanë bon jo ma pak se 5-6 muaj më duket, kështu është ajo që asfaltohu. 7 muaj, që para përse s'pedi, po viti nuk ka bon, do me thonë. A bon asfalt i ri, sepse fondi shqiptar i zhvillimit ka dhënë një fond për shtrimin e kësaj udhës, për pikën turistike të liçenit të Kallabakit, dhe shifnin qargjendje pa bon vitin, a? Shifni asfalti që shabo. Punë cilësore dhe europiane që bon të na që. Kësaj do mi thoni thënë asfalt. Me dur, me shkull asfaltin me dur që soj thonë që. Që edhe këta këto me hekim. Kjo është asfalti i punëve dhe i rrugëve europiane që na bëjnë kaq punë me cilësi dhe me standarde europiane si thonë këto ministrat hajdut bëhen të na, sa punimet nuk kanë mundësi me rezistu edhe një vit. Shifnja, gjendja katastrofike, që me hekë që dhe me vafajt në gjurë në kreje, mu të shifë bëhet ka patu, pa që. Po të marrë këtë segmentin, nuk e di saksisht se sa kilometër mund tjetë dirë të liçeni Kallabakit, do me thonë këtë a shkatru, pa u bo një vit më ku janë ministrat? Ku është ministra me t'ja fes në gjurë në kreje të aqoj, si del tu hapat i kena bon me standarte europiane, që standartet europiane, halo një vit pa u bo u dha. Më u vraft zoti ju u vraft, ha.